kemi dërguar ty si profeti Allahu për gjithë njerëzimit deri në Kiamet. Dhe fjalët janë e vërtetë. Kurani lajmëron o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dërguar Allahu xhallahu idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi, nuk janë njerëzit rreth ti. Edhe lajmëron o Muhammed, kur do shikosh ti që ka ardhur ndihma Allahu edhe çlirimi Makka, edhe do shikosh ti njerëzve që janë duke ardhur tufa me tuf, me grup, me fisit të vetë, gjithë fisi është duke pranojë. Vlezër, Kurani është duke dhënë ky paralajmërim në gjendja kur 1, 2, 3 veta gaher pranoshin Islam, gaher i ktheshin. Se kur dërguar Allahu te sham tregonte unë isha nata me Rajit, ai që ishte sinqert ka pranuar, tjetri ka dyshuar, kjo është duke thënë tani avash në fjala që nuk janë e vërteta sipas atyre. Kurse ato që ishin njerëzit në Madina, ju keni parë që dërguar Allahu xhaleshanu me njerë me lajmërimi që 3000 veta janë duke ardhur nga Makka për sulmuar në Madina. Edhe dërguar Allahu xhaleshanu ben konsultimi me shokët ti. Disa thonë që do qëndrojmë në Madina edhe do ruajmë vetën, luftojmë, mburojmë. Dikush thotë duhet dalim jashtë Madina në fusha edhe luftojmë. Ato që nuk ishin në Badr, ato kishin qef dalim jashtë në fusha, luftojmë. Dërguar Allahu xhaleshanu ka pranuar mendimin e tyre edhe ka veshur armët. Po ato që nuk ishin bashkë, nga ato ishin disa njerëzit që me pamje ishin musliman, po me zemra nuk ishin musliman. Abdullah ibn Ubay bin Salul ai kishte grupin e vet, që ai me tregonte me pamje dukshëm që jam musliman, po zemrat vetëm profeti alayhis salam dinte nga shpallja. Edhe Allahu dinte tjera mendoshin si musliman. Ai del me profeti alayhis salam. Edhe para sa vin, ju keni para ato që keni bërë vizita Mali Uhud, sa larg është? 4 km, 5 km nga Madina. Para sa vin Mali Uhud i kanë parë që është duke ardhur ushtia Kureshit, ushtarët kur vishin me daullet, me zurma. Edhe atëherë kur nuk ishte asnjë lloj zeri, zurma dëgjohet. Edhe tani çalimisht ai kishte plan nga shtëpia, nga qyteti Madina, por nuk ka treguar. Tani tregon, o njerëzit, ne kemi dhënë Muhamedi mendim që qëndrojmë në Madina dhe luftojmë, por nuk na ka pranuar mendimin ton. Jeni duke parë ushtia sa i madhe, se ishte munafik, do fituras, nuk ishte sinqert. E thot, jeni duke parë sa ushtia i madhe për të friksuar, për të futur frikë në zemra besimtarëve. Si do luftojmë me ato? Prandaj kush i ka qef të ruaj veten, mos i shkatroj veten dhe familjen e tij, le t'i kthe me mua. Dhe vlezër, nga 1000 veta që ishin 300 veta me njëherë, dalin vetë edhe ikën në Madina. Çfarë mendoni atëherë? Ato 700 veta që janë qëndruar, sa sinqert, sa i fortë janë. Edhe Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lajmërohet edhe në këtë gjendje, që Muhammed, ti je profeti Allahu, ti je profeti i vërtet. Kurani çfarë thot? Kur do shikosh Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që njerëzit do vinë grup me grup duke pranuar Islamin, kurse këtu jemi duke parë janë duke dalë 300 veta me njëherë. Në këtë situata Kurani bën lajmërimet. Edhe sot jemi duke parë dolan i saktë e vërteta dolan, po ato njerëzit sa i fortë ishin në besim. Edhe sa i vërtet është libri i Allahu xhaleshanu dhe Muhammedu Rasulullah. Prandaj Kurani është mërkullia më e madhe vëllezër. Që thot para lajmëri Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam një ditë tregon me shokët e tij. Kurani tregon këtë ngjarje. Laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq. Thot o vëllezër, pas sabahu dërguar Allahu xhaleshanu piste shokët e tij. A ka diçka lajme, a ka ardhur dikush fisi ka pranuar Islami? Diçka kur nuk ishte gjatë, tregon ose kur baronte, pastaj tregonte vetë çfarë shpallja ka ardhur, masailet të reja, çfarë ka ardhur, adhurimi i ri, çfarë ka ardhur. Edhe tregon sonte jam duke parë veten pas 6 vit. Është larguar nga Mekka pas 6 vit. Edhe vëllezër, ne që kemi bërë vizita Kaaba një herë, ne dim pas një herë duket sikur nëna që kemi lënë gjiri, prap kemi qef të shkojmë. Allah ashtu ka futur zemra, të reqë si zemrave shkaba. Edhe profeti alayhis salam edhe shokët ti që janë rritur në hijen e Kaaba, ato çfarë kishin dashuri, janë larguar nga 6 vit, edhe çdo vit shohin
njerëzit Makka ikën, Arabi ikën, vetëm ne nuk ikim dhe të jemi musliman. Edhe dërgo Allahu xhaleshanu të regon që sot kam parë vetën tim që jam duke bërë tavaf, Kaaba me ihram, duke therë kafsha për respekti Kaaba, edhe me ju, me gjithë shokët. Shokët Profet Selam kur dëgjojnë ajo dashuria që ishte e fshehur, u ngrihet me njëherë. Edhe sa do të Allahu xhaleshanu, a bëm gati, ikim, harojnë që jemi në luftë me armit. Edhe Profeti alayhis salam thënë, bëhen gati. Unë të regoha endra, thjesht, po endra profeti janë shpalje, vëllezër. Edhe shokët Profet Selam bën përgatitje 1400 vetë. Po në fund ja dim që ato nuk lejojnë hyria. Edhe Omar radhiyallahu anhu, që ishte umërzitur më tepër, shokët tjera, po një njeri ka për të folur, para Profetit alayhis salam kush ka për të folur? Se dërgoi Allahu xhaleshanu ka pranuar kushti atyre, ato kur kanë dalë, kushti atyre që ju do i ktheni këtë vit. Edhe do vini vitin tjetër për 3 ditë. Sa o dërgoi Allahu xhaleshanu. Ana ke treguar endër. E pari ka ikur tek Abu Bakr. Edhe ka ana ka treguar endër Profet selam, ishte duke. Atë pse ke pranuar kushta atyre? Kishte çfarë do bëj? Ne do bëjmë tawafi. Ne do bërojmë. Edhe Abu Bakr ka thënë, po, dërgoi Allahu xhaleshanu ka treguar endër. Edhe ti ke për të bërë pa tjetër tawaf. Po ka thënë Profet selam që në këtë ustim, para i vdes, para sa baron ti, ka për të bërë këtë gjë. Ke për të thirrë gjitha. Edhe pastaj kur përgjigja nuk gjeti tamam plot, përgjigja ishte tamam. Por sipas Omar radhiyallahu anhu nuk është tamam, se nuk është qet akoma. Ikën tek Profeti alayhis salam, i thotë dërgoj Allahu. Po tha Omar, ti ke për të bërë patjetër tawaf. Po unë nuk kam thënë që në këtë sot ka për të dudur. Unë thash kam para endër. Tani Allahu di mua që ajo kjo paralajmërimi Allahu kur plotësohet. Ju keni thënë mua, edhe unë jam njeri si ju, mua ka ardhur dashuria, nuk ishte urdhi Allahu shko tani. Po ju keni thënë edhe unë erdha me ju. Po nuk ka saktimi Allahu tani, po inshallah është khair në këtë gjë. Çfarë khairi? Kemi ardhur 1400 veta me gjithë përgatitja, jemi duke i kthyer prap. Vëllezër kishin ardhur deri në Porta Kaaba, para 6 kilometra. Edhe janë duke i kthyer prap 570 kilometra, pa bërë tawaf, pa umra, pa asgjë. Allahu thot, la tadkhulunna al-masjid al-haram inshallah. Pa dushim ju keni për të hyrë në xhamia haramin. Edhe me qetë, pa asnjë frikë. Kjo paralajmërimi është duke dhënë Kur'an në momenti kur ato njerëzit nuk duan. U plotsu. Kjo është Kur'ani. Kur'ani është mrekullia. Vëllezër, as shumë paralajmërime ka dhënë Allahu xhaleshanu në Kur'an. Yusuf alayhis salam është i vogël në prejën e babin e tij, edhe ai shikon një ëndër, edhe Jakub ikën tek Jakub alayhis salam. Sot djalim Allahu ka për të bërë ty, vetëm një gjë kishte thënë që ka për të bërë, ka dhënë trashëgimi e im. Edhe një dije veçantë që ti do bëhesh shpjegimtari ëndrave, do shpjegosh ëndrat real kuptimi. Po kishte brenda edhe një tjetër që ti bëhesh ai sa kuptoi Jakub alayhis salam, ka kuptuar ke për të marrë një pozitë lart, por nuk ka kuptuar që bëhet breti i Egjipt, po aty ishte në ëndër. Edhe Allahu xhaleshanu ka përshkruar pas 40 vit të ëndrën. Ibrahimi alayhis salam është duke dërtuar Kaaba, edhe vini shpalje që kemi për të dërguar një profet në ato, ai profeti do të jetë më i lartë nga gjithë profetët. Pas 2500 vite afërsisht, pas ardhi e shpalje tek Ibrahimi alayhis salam, Allahu ka plotësuar ëndrën Ibrahimi alayhis salam. Vëllezër, to janë paralajmërimet e Kuranit, janë shumë mbushura. Sot Abu Darda radhiyallahu anhu ka thënë dërgoi Allahu xhaleshanu, Kurani që ka dhënë Allahu madhruar mua, çuditrat i nuk ka për të bëruar deri në Kiamet. Kurani ka dhënë paralajmërimi që Sulejman alayhis salam kishte një fron që fluturonte, ustimi një muaj bënte në gjysmë ditë. Edhe në gjysmë ditë tjetër, domethënë në pjesa e dytë pas dita bënte një ustimi muaj. Kush pranonte këto? Dukte si prallë vëllezër. Në atë momenti mendoni, po shokët Profet selam kanë besuar, kanë pranuar, se ato njerëzit që kanë parë Sulejmani alayhis salam nuk ishin i gjallë. Sot ne nuk kemi gati ta pranojmë Sulejmani alayhis salam, nëse nuk kishte Kurani dhe nuk kishin avionet. Po Kurani ka dhënë edhe sot njeriu nuk mohon dot njeriu sot që nuk ka mundësi, nuk bëhet ashtu.
Por mendoni momenti kur është duke zbritur Kurani dhe Kurani është duke thënë se Sulejmani alayhis salam ka berësh. Ato janë vëllezër, prandaj libri Allahu xhallahu shanu është për neve mirësia Allahu madhruar. Duhet besohemi pafund me atë, edhe duhet praktikojemi çfarë kërkon urdhët e tij, dalesat e tij edhe urdhët e tij. Lusë Allahu madhruar, Allahu xhallahu shanu mbush zemrat tonë me dashuri e imanit, me dashuri e Muhammedur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, me dashuri Allahu xhallahu shanu dhe me dashuri me librin e tij, me sunnetet e tij. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim.